Gruaja ma e moshuar e cila ka votuar sot në ditën e zgjedhjeve është Hanifa Hasani, 90 vjeçare, madje sot e ka dhe datëlindjen e saj. Është shumë interesante. Edhe unë mendoj që kjo është një shembull shumë i mirë dhe motivues edhe për rinjtë që me dalë me shfrytëzu të drejtën e tyre të votës, se në fund ditës, nëse kjo 90 vjet e gjen forcën edhe kurajën për me dalë me shfrytëzu drejtën e votës, natë të tjerë nuk guxojmë me u anku. Deshta pak më ulitë kjo pjesë që na nuk guxojna mu anku në këtë pjesë. Kur për e vrejtash në ditën e ditëlindjes, para mendoj për ditëlindjen tem kam qafish me dalë me shiu. Ndoshta kjo ka shujtën më herët. Kjo dalë me votu ende, kjo ka gjetë atë vullnetin. Po shpresojmë që edhe këtë rritë kanë me gjetë atë. Kjo ka dalë ka votu për duke qenë se ka vetëm 90 vjet. Hanifa Hasani nga Prishtina dhe voton në ditëlindjen e saj. Ne siç e dimë jemi më të reja në moshë, po ashtu i kemi ankesat edhe më të shpeshta. Ashtu e kam kritikë edhe nga Samira të më thonë që po rrim veç tu anku. Non-stop po rrim tu anku, nuk e di çka është puna, po shumë interesant që ka dalë në 90 vjet dhe ka votuar nga Prishtina dhe duhet me qenë motiv për të rinjtë. Zakonisht shumë për vullnetin e saj, për me ndoshta mesazhi edhe shembulli që e ka dhënë sot nuk lë shumë hapësirë për fjalë për me diskutu, po kjo shembulli më i mirë që duhet me ndjek gjithë që të drejtën e votës duhet me u shfrytëzu sepse këtë varet e ardhmja e 4 viteve të ardhshme në Kosovë.